Lezit kanë qenë drejtor politik I drejtorisë shërbime publike dhe emergjencë, që nga muaj shkurt do thotë jam I pa punë, edhe arsyeja kryesore pse kam vendosur me u largu nga Kosova është që për shkak të papunësisë. Për arsye se kam aplikuar në shumë institucione, shumë biznese të ndryshme, po është problem të na me gjithë punë. Okej, kur ke vendosur me shku në çfarë date je nis edhe si ka qenë rruga në Kosovë fillimisht, çfarë marrëveshjesh dashme, çfarë organizimi për mu nis? Kam dëgjuar prej njerëzve që kanë dalë më herët këtu, kanë treguar që është shumë lehtë me dalë, nuk është zor, veç të vinë letër njoftimi, pak të holla me pas me vete, edhe më nush me dalë shumë lehtë në kufinin Serbi, Hungari, edhe ashtu vendosa, mora letër njoftimin, edhe fillova me kërku lidhjet, se si janë lidhjet për me kalu kufinin, do më thonë, Kosovë, Serbi, për arsye se është shumë problem, nuk më ishin me të mora autobusat prej Ferizajt, kështu vendosa me shku në Shtërps, edhe prej Shtërpsës jemi nis, me një bilet 15 euro deri në Beograd. Kur ka ndodhur kjo? Në fillim të këtij muaji apo në fillim dhjetorit? Me të katërtin. Je nis me 4 dhjetor autobusi Shtërps Beograd. A ka pasur ndonjë problem për ty në kufi, në Merdar? Realisht policia jonë na ka dhënë këshilla që kthehuni pse po shkoni në pse keni mësi krejt çështu Evropës, keni me pas shumë keqe, po na vazhdimisht I kemi thonë që kjo metet puna jonë, përgjithësia jonë, ne dojna me morë këtë rrugë vetë, edhe dojna mos me na nojë. A kanë kthy na ikon në autobusin që ti ke qenë, ka kthy policia e Kosovës dikët? Jo, asnjë. Do të nuk ka pas asnjë problem që të gjithë ta vazhdojnë rrugën për Beograd, edhe pse është ditur prej ku jeni nis. Po, ikon janë një orë na kanë panuar aty ku fe, mas sonë na lshu. Okej, çfarë ndodh në Beograd kur të mrrini? Do të thotë deri në Beograd natyrisht rruga është e zakonshme, Prishtinë Beograd. Normal si më udhëtue Ferizaj Prishtinë, se ki asnjë problem deri në Beograd. Përsa zbret në Beograd në stacion të autobusave, fillojnë ato lidhjet e rrjeteve mafioze, taksistëve, edhe të kërkojmë shumë ma 100 euro për person me dërgu deri në Suboticë. Unë e pata fatin me I taku njerëzit që kemi qenë në autobus, që janë kanë morë ka 100 euro taksit për person deri në Suboticë, ndërsa unë udhëtova me autobus prej Beogradit deri në Suboticë. Po ashtu ato kishin lidhje me policinë e Serbisë, gjatë rrugës I kishin ndalë policia edhe ju kishin marrë të holla. Prap I kam plaçkit policia e Serbisë. Do të thotë Rufat, po thush që ata që shkojnë me taksi ndalen në rrugë nga policia e Serbisë. Po, kanë lidhjet ato, tregon që vesh kur na ndalin policia, edhe taksisti del kill se po mirë të vesh me policë, thot policia po kërkon kaq të holla për më lshu, jo do të më kthi prap. Ata njerëzit e shkret hapin parë edhe vesh me kalu deri në Suboticë. Do thotë me sa ditë ka marrëveshje ndërmjet taksistëve dhe policisë. Po. Edhe do të I plaçkisin praktikisht kosovarët për rrugën e Suboticës. Gjatë rrugës Beograd Suboticë. Pastaj në Suboticë, na kur kemi shku me autobus, Beograd Suboticë, aty më njëherë përse kemi dalë jashtë taksistat në firma, na kanë thonë që ne ju dërgojmë në kufin me Kelebi, kufin me Hungari, është një qytet, me I thonë qytet I vogël qytet, Kelebia, edhe na hipon taksit, hipon 2-3 rrugica na kaloj rruga, edhe thanë paguni ka 10 euro për person, rrinin këtë hotel, ne ju çojna në ngromje. Ne punë vendosa vetë me shku, edhe e mora një autobus lokal deri në Kelebi, kushte ke 100 dinar të Serbisë, edhe aty unë vetë kom kalu kufinin ilegalisht, se kishte njerëzit tjerë që kërkoshin shuma, do më thonë, shuma me vogël ishte 100 euro që me ta kalu kufinin, kishte që kërkoshin edhe 500, varsisht që ishin njerë një kërku pare. Mirë po taksistat prej Suboticës deri në Kelebi, ato ju mëshin edhe njëherë shumë nga 100 euro, 150 euro për person, mi afru deri në kufin. Për shkak se ishte problem nëse policia nxan rrugës të shku në kom deri në kufin Kelebi, plaçkitëshin edhe njëherë policia e Serbisë. Po, a kene këtin Suboticë në natë? arrin njerëzit Suboticë, do thotë
A ka njerëz që tregojnë se ku duhet me nejt? Po, ja të regojnë vend me njerë do hotel, ishin edhe do hotelit shqiptarëve, ja të regojshin me njerë ku me nejt edhe rezervimet me i bo 3 net, jo ma pak. Detyrueshëm duhet me nejt 3 net në Suboticë. Po, duhet me edhe me prit aty, kur të thojnë ato me dalë, jo kur dush ti. Okej, ti po thuaj se ke provu me dalë vetë në Hungari, apo? Vetë kom provu, vetë kom dalë edhe një shok kom pas në veti. E qysh ke dalë? Cila është rruga për me dalë në Hungari? Unë e kom shirë në hartë ma shumë, në mak, edhe jam drejtuar për rreth një hotelit. Ishte një pjesë e malit anina, ku nuk kaloshin shumë njerëzit, ishte me traktora i livreshin arat aty. E kom prit deri se është bo tërë në mbrëmje edhe kom dalën anën tjetër. Për shkak se lipshin ka 200 euro, 300 euro me kalu kufinin, e unë nuk kisha pare shumë me veti, kështu që vendosa me kalu kufinin ma shokin veç në dy bashkë, në rrezik tonë, në shumë rrezik. E ata tjerë që japin pare shkojnë tek pika kufitare, apo aty ku dorëzohen policëve të Hungarisë. Po, një distancë shumë e vogël është, do të thotë dush me i pagu detyrimisht kur të afrohesh aty, ato njerëz që qesin nxehtë për shkak se kërcënojnë edhe me pjesën tjetër, thotë ne mujna me dërzu edhe këtu në policinë e Serbisë. Kush janë këta njerëz, Rufat? A janë shqiptar? Shqiptarë dhe serb. Domethënë shqiptar të Kosovës edhe serb të Serbisë. Nuk tregojnë se të kajt janë, veç i një të folë shqip, se tregojnë se kush janë. Okej, çka ka ndodhur me ty masi ke dalë në Hungari? Në Hungari, kontakti i parë ku ka qenë? Çka ke bërë? Unë kom filluar me njerë me ecë nga për ora, kina ecë dikun me kilometra shumë, edhe me një vend tjetër i kemi ndërru krejt garderobën, kemi vesh diçka krejt lau me treja. Unë flas ka pak anglisht dhe gjermanisht, edhe kom kërku edhe taksi për me ndërgu deri në Budapest. Mirë po nuk dërgojnë taksit në Budapest, për shkak se e kam dalume prej shtetit Hungarijës me bajtën njerëzin ilegal. Tjetra është që në rrugë neve në kanë zonë, mas të nëjse u lodhëm dikur, dëshmi edhe mu dërzuhe të policia, për shkak se u lodhëm nuk kishmi ku me shku. Kishte shumë qenë gjatë rrugës, ishte shumë problem. Edhe dikur në zonën policia, na qunë në stacion policor, ma menum që i pështu më aty. Mirë po ishte konë të merë e vërtet prej ati momenti po filloj. Edhe qëndrimi në Burg. Ku, në cilin qytet në Hungari në Burg? është me njerë në kufetur, më thonë, ishte një stacion policor, edhe aty na kanë mojnë për 24 orë, na kanë morën fotografit, gishtat, edhe që është me e keqja, dhe më thonë, kur të zhveshin për kontrol, asë nuk i mbyllin derë, të shojnë policia, qeshën, flasin fjallë që me gjesti i kupton që po talën me tyje, ujë nuk t'apin ujën e nëzëndë, që atër kur t'apin ujë të ftof nuk t'japin në fakt, po t'japin ujë të nëzëndë me pi, rrinë në për qelia, ma shumë se 20 veti mojnë me një qeli, në burgë. Ti kur i ke qenë, kur e dorëzu, vetëm 2 veta keni qenë, me shokën tënda, po? Vetëm 2, po. A ke pa tani njerëz tjerë, kosovarë tjerë që kanë përfundu njëjtë? Po, shumë. Kemi qenë shumë, shumë njerëz ka pasën, edhe në garazh dhe në policijës ka pas njerëz, do më thonë, ilegal që kanë kalu. Okej, do thotë këtu ke qëndruar 24 orë, po? 24 orë. Prej aty na kanë transferuar në një qytet tjetër, fatkeqësisht nuk ja ku mojt me emrin edhe shoqërisë se ja ku mojt. Është afër kufirit? Jo, është pak më larg, dikon ja 40 kilometra larg kufirit. Seget? Po më duket që çaj qytet. Seget. Po, edhe po, sigurt është ai. Aty na kanë mojt më shumë se 24 orë, nënshkruan dokumenta pa lidhje në gjuhën hungareze që se din as çka dojnë me thonë. Zguxon me po shumë pyetje me thonë pse më nënshkru, pse mos më nënshkru, patjetër që më nënshkru. Edhe do më thonë prej atij momentit që kryhet ajo orë, që bo më shumë se 24 orë, atëherë t'i japin gjësendën që ka i ke dërzuar më herët në polici, edhe ta japin një bilet treni me shku me një kamp i cili quhet Dobroцen, është kufim me Hungari, me Rumani, falë. Na kina zbrit në Budapest, unë mundoshme me kërku një hotel dikun me një mu strehu edhe mu pastruhe, për shkak se ishme shumë me loqe me plohën. Na shoshnin që ka dollin prej Segetit. Nesër më kemi provuar prej në stacion në Budapest, më udhëtuar për Vjenë.
po ne nuk e kemi ditë që në stop monitorohemi prej kamerave aty edhe çdo herë që hypshim në tren bleshmi bilet, policia na nxeshin edhe na shkyshin biletat, na merrshin disa shënime dhe na thonin shkonin në Dobrocenj. Derisa me një taksi provu një stacion më poshtë shku, aty nxjerrën biletat, nuk qëndrum në stacion, se dhe aty kishte kontroll policisë, po më pak, kemi prit 2 minuta para se mu nis treni, atëherë kemi hyrë në tren edhe kemi udhësuar deri në Vjenë, pastaj pi Vjenën në Minhen. Do thot praktikisht keni ik. Nga se keni gjithve thonë që është detyrueshëm me shku në një vend të caktuar, apo jo, siç është kampi i Debrecenit. Ju është dash i keni ik kontrollet policisë për me shku në Gjermani, në Austri fillimisht, pastaj në Gjermani. Por realisht ato prej atij momenti janë të lirë. Ta japin një biletë, ti kemë shku në Dobrocenj. Po anën tjetër, më para shpjegojnë vazhdimisht policia na thonë që se keni të obligume, jo nëse dëni me shku, s'keni ku me shku tjetër punë, po për ndryshe veç amuni me dalë, për ne jo nuk u problem. Okej. Pastaj rruga pra prej Budapestit në Vjenë, po? Po, për në Vjenë, pastaj prej Vjenës në Minhen. Çka ke? Minhen po ka kontrolla shumë të atë policijës, aty më shumë po i ndalojnë njerëzit edhe aty po shkruajnë azil. A jeni parasit, do thot, kur keni mri në Minhen, a keni kërku azil? Jo, nuk kam kërku azil, se kam qenë edhe në vitin 2009 dhe vitin 2012 edhe i kum ditë pak rregullat që shkojnë. Kam qenë në mënyrë legale atë. Kam bërë trenin për destinacionin ku kum pasur me shkuar këtu në Gjermani, domethënë nuk kam pasur mundësi me ka policia atë. Por ata që nuk e kanë fatin tënë pra, mund me përfundu në duart e policisë gjermane, a i dërgojnë ata pastaj në për qendrat azilit, apo? Po, i dërgojnë në për qendrat azilit, po janë shumë të sigurt këtu në Gjermani, nuk ju maltretojnë sikur në Hungari. Për shembull, ka raste në burg atje që kam dëgjuar, do thotë në mal policia ja ka marrë tollat, policia hungareze. Edhe ju ka thonë kështu me shenjë që mos guxoni me fujë. A prej momenti që shkon edhe dërzohesh në stacion, edhe nëse ki para, edhe toja të këpucave nuk të mungojnë prej atij momenti. A derisa shkoj në stacion, o gjithçka e mundur me të morë pare. Edhe policia hungareze. Edhe policia hungareze. Gjatë rrugës, Rufat, çfarë lloj njerëzve ke pat Kosovës? A ka pas familjara, ka pas të ri, a ke fol me ta për arsyet që po ishin këta njerëz mu largu prej Kosovës? Po shumica prej normal dihet për papunësisë, unë thash edhe vetë kum punuar, po çtash nuk është e mundur gjithnjë me qenë as ministër as drejtor. Mirë po pjesa dërmuese 80% e tyre janë prej moshës 18 vjeçare deri në moshën 33-35 vjeçare. Kum pa edhe pleq po shumë pak. Domethënë 3-4 kum pa krejt pleq, moshës 70 vjeçare, që kanë dalë me familje, po më e keq është ata që dalin me fëmijë, se unë ende po më dhomin vesh që kemi flet për tokë, domethënë për s'kena pas as batania, as kurrë s'kemi pas. O kon shumë keq. 3 herë në ditë kinë se na bishin bukë, ka një risk buke, sikur për tost, dhe që atëherë nuk mëshmi me hongër se kishte fëmijë edhe kishte gra, u tash kemi avon atine se s'mëshin mungi me bukë ato fëmijët, ka ishin në stop. Sa ka zgjatë për ty e gjithë kjo procedurë, që prej nisjes në Kosovë nga 4 vjetor? Unë e tejtën jam nisë, do më thonën më shumë se 40 orë që kemi qëndru në burg, ditën e hane kemi mri në Gjermani. A besën që ja vlen? A e ka vlet për ty personalisht gjithë kjo rrugë? Realisht me thonën drejtën, s'ku të kisha pas mundësi, mu kësi prej atin kufin me Hungarin, kisha pas mundësi, mu kësi në Kosovë, si isha një seq. Kisha shku edhe një herë në shpje dhe kisha thot punë në të nisna. Do thot të aktualisht i bjetë që je ilegalisht në Gjermani? Po, ilegalisht, për momentin ilegalisht. Të familjarë. Na që jemi të familjarë të kemi pak ma letë se ko kush më navon me hongre me pi ma shumë. Edhe a ki shpresa me qëndru atje, me kërku status? Po që shpeshohune, veç këtë dimër me kalu këtu, dhe një ditë mi i aeroplanë të më kësi në Kosovë, që të nërësh s'ki që ka me bo këtu. Këtu njerëzit me letra kanë problem me punë, e na që kina ardhë në zesë. Tash, të e ditë gjithë që të rrugë që e ki kalu ti, qëka ju kështë thonë njerëzit që në shojnë, që vazhdojnë edhe sonte me siguri, i kanë marrë këta autobusa dhe nisë për në Hungari. Që ju kështë thonë atyne? Unë kësha thonë që mës mu nisë.
Se veç kanë marrë me prevu mi harxhu ato pare njerëzit që kanë shit mall të shtëpia, kanë shit ndaj kerë, kanë shit ndaj orë, kanë shit senet vlerëshme që ato edhe për zore kanë një vlerë edhe njëherë. Edhe ju kisha bo apel mos mu nisë shumë keq, shumë shtirë. Nuk ja vlen, sidomos ato njerëzit që kanë fëmijë, nuk ja vlen mi maltretu fëmijët edhe gratë, me flet na për burgje, edhe na që jena shqiptarë, s'kina qef mi po familjen keq, me shumë thjesht me thonë me zhvesh, bashkëshortën ose motrën, këto hungarese nuk para krejtëve, para aty, o shumë diçka të merë, unë si kisha pranë në korpa. A mendon se ka shpresë nëse kthehesh në Kosovë, dhe që ke qenë drejtor atje në komunën e Telezit, ka një qeveri të re në Kosovë, vëse e të koalicionit PDK-LDK, beson se qeveria e re të dojë më shumë, që njerëzit mos ke nevojë të ikin nga Kosova? Po më vjen me qenë shumë në këtë moment, po zori maj madhë është më këthyje, që e s'mujna me bu kur gjo këtu, se për në rishë nuk besoj që kur gjo ka me ndryshu, keq kur gjo sensën ndryshon. Okej, të falenderoj shumë Rufat për këtë rrëfim. Faleminderit.